أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Gjëmat i nderuar dhe i pranishëm në këtë xhami, lusë Allahun e madhrishëm që të gjithë neve që na ka grumbulluar në këtë xhami dhe na ka mundësuar të kalojmë këtë ditë me agjërim e ibadete tjera, lusë Allahun e madhrishëm të gjithë neve Allahu të na ka pranë me mëshirën dhe bekimet e Tija. Lusë Allahun e madhrishëm që të gjitha angazhimet tona, adhurimet tona, sakrificat tona, Allahu t'i pranon. Lusë Allahun e madhrishëm ashtu si në ka bashkuar në këtë xhami, për të adhuruar Allahun Dhul Xhelal, Allahu i madhrishëm na bashkoft në xhenetin Firdaus, në shoqëritë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në shkup këtë Ramazan, njëra prej serialeve më të mira që mbahen xhamiat e Shkupit është seriali të cilin e man Molla Feridi në lidhje me vlerën dhe rëndësinë që ka namazi. Pasi që namazi është shtylla kryesore e kësaj feje. Dhe të gjithë ata që janë të pranishëm në këtë serial të ligjëratave duhet ta ndjejnë veten të zgjedhur, të privilegjuar, që janë pjesë e këtij seriali që flet për këtë shtyllë madhështore që është namazi. Dhe në zëvendësimin e tij, unë nuk du me prish atë serial të cilin është duke mbajt hoxha, Allah i dha shëndet e hymër të gjatë në shërbimin e Islamit dhe shërbimin e këtij xhamati dhe kësaj xhamie, po doja të flas, të foli për një temë që ka të bënë me Ramazanin dhe ku nga analiza jeme e shoh se gjithna aty qalojmë, aty rëzohemi, aty pengohemi dhe del në shesh një mangësi e jona. Realisht ajo që dua të flas sot është për gjuhën dhe edukimin e gjuhës në prizmën e agjërimit dhe Ramazanit. Gjithna në Ramazan, në agjërim, kujdesemi për barkun ton, kujdesemi për gojen ton, çka ham e çka pim. Edhe a e prishim agjërimin, a nuk e prishim, dhe jemi shumë vigjilent, jemi shumë të zgjuar edhe të vëmendshëm, dhe nuk lejojmë që të prishim agjërimin nga ngrënja dhe pirja e ushqimit, nga pakujdesi. Mirë po, jo gjithna jemi të vëmendshëm, të kujdesshëm dhe vigjilent në gabimet tjera të cilat e prishin apo e dëmtojnë agjërimin. Edhe ato kanë të bëjnë me gojen, po jo në këtë rast gojen që ushqehet njeriu nëpërmes saj, po ka të bën me gojen me cilën ai flet, edhe thot fjalë, edhe jep deklarata të cilat mundet me aprish atij agjërimin. Nga kjo e kuptojmë se agjërimi është tamam një shkollë edukative dhe si të tillë ne duhet ta trajtojmë. Nëse mendojmë se agjërimi është vetëm mendet unt edhe i etshëm, dhe i kryjmë në agjërimin edhe Ramazanin, por nuk do e marrim edukimin të cilin na jep neve Ramazanit, na jep neve agjërimi. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në dy sahihet e tyre, thot men lem yed'a qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yed'a ta'amahu wa sharabahu. Kush nuk e lën gënjeshtrën
dhe dëshminë e rrejshme. Allahu nuk ka nevojë që ai me lon ngrënjën dhe pirjen. Shifne, çfarë lidhje. Ti rin unë, nuk han, nuk pin, pse agjerushëm. Ama nëse ti nuk han edhe nuk pin, pse agjerushëm, arren edhe dëshmën rrejshëm, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk ka nevojë me ne ti pa bukë pa ujë. Se nuk është qëllimi i urisë që ti të shohish fuqinë tonë fizike, sa mundesh me ne pa bukë pa ujë. Qëllimi është, a mundesh ti me kontrollu vetveten. Edhe kur e ki bukën para vetes, e ki pijen para vetes, e shef tjetrin me duan në gojë, e ti ki kontrol ndaj nevojave tuaja fiziologjike dhe i thu vetes, jo. Unë as nuk e afrohem ushqimit, as nuk e afrohem pijes, as nuk e afrohem duhanit, sepse jam agjerushëm. Haja, pija, këtë rast janë ushqime që janë halal në origjinë. Mirë po ti nuk i konsumon ato sepse për ty në këtë moment janë haram se i agjerushëm. Por rena edhe dëshmia rrenshëm, përgojimi dhe shpifja, ato janë haram edhe në Ramazan edhe jashtë Ramazanit. Janë haram të gjitha kohërat dhe situatat. E pse ti që ke fuqi me i ndejt karshi ushqimit e pijes që janë halal, për shkak agjerimit tanë, nuk e ki të njëjtën fuqi edukative, psikologjike, me ndejt karshi rrenës edhe dëshmisë rrenshme përgojimit e shpifjes. Për ditë të bo muhabet na me shok, ndesh para namazit, ndesh pas namazit, e shohim se si shejtani i mallkum, Allahu na ruaj prej sherrit të tij, mundohet me na dobësu shpërblimin e agjerimit, me na paksu shpërblimin e agjerimit, si jemi të bo muhabet, veç pa vetdije, pa planifikim paraprak, ka përcejmë gibet. E përmenim X-in edhe Y-in me fjalë që ai nuk është razina me përmenë me ato fjalë. Si kem të bu muhabet, ndesh lidhje me dersin, ndesh lidhje me namazin, ndesh lidhje me xhamin, ndesh lidhje me agjerimin, vetë ju, pa e vërejt, kalon muhabetin gibet. Edhe thamë subhanallah në vetë, a nuk e vërejmë na se si shejtani mundohet me ne paksu shpërblimin. Edhe andaj, nëse kemi gjihad me nefsin ton, mës me ngranë dhe mës me pi, ashtu du të me bo gjihad me nefsin ton, mës me leju shejtanin e mallkuar me na kalu nga një muhabet ku mund të fitojmë sevape më një muhabet që na sjell gjunohe dhe na e dëmton shpërblimin e agjerimit. Dhe në prizmën e kësaj kanë qenë edhe sqarime që i kanë thonë ulemat, kanë thonë në sqarimin e këtij hadithit, ky hadith është argument se rregulli i agjerimit përveç abstenimi nga ngrënia dhe pirja është edhe përmbajtja nga fjalët e pahishme dhe dëshmitë e rrenshme që nuk i takojnë besimtarit. E nëse njeriu nuk i përmbahet këtyre gjërave, agjerimi i tij mangësohet dhe ai i ekspozohet hidhrimit të Zotit dhe rrezikon mos pranimin e kësaj vepre nga Allahu Dhul Jalal. El-Muhallebiu, komentatori i këtij hadithit, e jep këtë sqarim. Do të nëse na nuk kujdesemi për gjuhën tonë, atëherë do thot agjerimi jon bëhet i mangët, e fitojmë hidhrimin e Zotit dhe e rrezikojmë pranimin e këtij adhurimi madhështor që është agjerimi. Në Sahihun e Imam Muslimit vazhdon ky hadith dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha asbaha ahadukum saima, kur dikush për juve qohet në sabah gëdhin i agjerueshëm, fela yarfath wala yafsuq wala yajhal, të mos flet fjalë banale, të mos shahet dhe të mos sillet me ignorancë, fjalë ofenduese. Fa inni mru'un shatamahu au qatalahu falyakul inni mru'un saimun, inni mru'un saimun. E nëse dikush e shan,
edhe don të zihet e grindet me te, le t'i thot unë jam agjërueshëm, unë jam agjërueshëm. Njëjtë në sharimin e këtij hadithi që është transmetimi i Imam Muslimit, ulemat kanë thonë se besimtari duhet me shtu kontrollën ndaj vetvetes dhe në momentin që është agjërueshëm, ai ta përmban gjuhën e vet dhe të mos ja lejon vetvetes me usha ose me ofendu dikan. Do të njëra vetveten me përmbajt. Ti vetë mës me sha dikan, mës me ofendu dikan. E nëse ndodh që dikush tjetër të shanë ty, e të ofendon, edhe don të zihet me ty, të rihet me ty, çka dush me bo? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, leti thot ati, unë jam agjërueshëm, unë jam agjërueshëm. Komentatori i këtij hadithit Al-Mazeriu, çka thot? Pse është përdor dy herë kjo fjali, unë jam agjërueshëm, unë jam agjërueshëm? Ka thonë ky hoxh, ky dietar, që me të parën me i fol vetvetes, me i thonë vetes kujdes si ja kthen ati, se ti ja agjërueshëm e ty nuk të ka hije me ja kthy ati njëjtën mos. I fol vetvetes. Shpesh herë kemi nevojë na me fol me veten tonë, me qortu veten tonë, me këshillu veten tonë. Pse kjo vllazni? Sepse Allahu dhul xhelal në Kur'an çka po thot? Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. As kush nuk e njeh veten e vet siç e njeh njeriu vetveten e tij. E njohim na me gjitha qoshet edhe gjepat që i ka nefsi jonë mrena, me gjërat e mshefta. Njerëzit jashtë e din atë të dukshmen prej nesh, atë që e shfaqim, atë që e nxjerrim jashtë. Ama gjërat që i kemi mbrenda nes dhe i fshehim ato, tjetë nuk i din për ne. Ama na i din. Andaj Allahu dhul xhelal me këtë ajet kuranor na mëson që na të merremi me veten tonë, ne ta këshillojmë veten tonë, ne ta qortojmë veten tonë. Pse? Sepse na mas mirë ti e njohim veten tonë. Bel insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira, edhe pse është e natyrshme për njeriu ai vazhdimisht me u arsyetu, me justifiku. Ustai në punëtorinë e vet, kur ndodh një gabim, pyet kush e bën gabimin. As kush e pranon fajin. Po nëse ti e gjen kush e ka bën gabimi, ai qiraku ose punëtori ka më thonë valla ndodhi kështu, ndodhi ashtu, ka me pru arsyetime ndryshme që ai me dali pa fajshëm. Po kështu jemi krejt na njerëzit kashi Allahu dhul xhelal. Për herë lypim arsyetime dhe japim sqarime, me vend apo vend kryesore dalim prej gabimit. Ama ti e din shumë mirë se kush i ka fajet edhe kush e ka përgjegjësinë e këtij gabimi. Duke u nis nga këto hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët edhe muslimanët e parë i kanë dhënë rëndësi kësaj teme. Kur ti je agjërueshëm, ruaje gjuhën tënde. Mundohu ta ndalish gjuhën tënde për çdo fjalë e cila të llogaritet gjuna, e cila ta dëmton agjërimin dhe ta dobëson ata. Andaj Ebu Dharri radiallahu anhu ka thonë, idha sumta fatahaffadh mastata'at, kur të agjërosh ruaje gjuhën sa të mundesh. E talku nxënësi Ebu Dharrit radiallahu anhu çka thot? Thot kur ishim agjërueshëm ose rinim shpe, nuk dilim jashtë shtëpie muzatek me njerëzi e me bo gabim të fol, ose rishim xhami të fol namaz e të lezu Kur'an. Do të praktik konkrete si me rrit njeri vetën. Në Ramazan pakso kontaktin me njerëz.
Pse? Sepse komunikimi me njerëz ta prish gjuhën. Edhe shpeshere e humb kontrollën, edhe e thu një fjalë që bosh pishman, pastaj mirë po fjala dul. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një prej këshillave që a dha njërit prej sahabeve, i tha salli salate muwaddi'in, fale namazin si me konë namazi lam të mirës i joti, wa iyaka wa kullu ma yu'tadhara min, dhe kujdes nga çdo fjalë edhe vepër për të cilës pastaj do të pendohesh. Andaj mendoj se ndet mirë para se me i thonë, e kur ti thuish kesh fuqi edhe të kesh arsye mundet mbrapa, për ndryshe nëse bosh pishman për një fjale mos e thuj. Dhe shtu poroset ke Gjabiri radiallahu anhu, thejke kur të agjerosh, le të agjeroje edhe ndëgjimi jot, edhe shikimi jot, edhe gjuha jote nga rrena dhe nga fjalët e kota. Ande nuk kërkohet agjerimi vetëm i trupit, barkut, po kërkohet agjerimi edhe i ndëgjimit, edhe i shikimit, edhe i gjuhës, që ne të reflektojmë edukatën e agjeruesit gjatë Ramazanit dhe të ruajmë agjerimin ton nga të gjitha gjërat që e dëmtojnë atë. Andaj Mujahid ibn Gjebri, rahimahullahu ta'ala, nxënësi i Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhu, theke khisletani men hafidhahuma salama lahu sawmuhu, dy gjëra kush kujdeset për to e ka shpëtu agjerimin e tij, kanë thonë el ghibatu wal kadhib, përgojimin dhe gënjeshtra. Kush ruhet nga përgojimi dhe gënjeshtra, ai njeri e ka shpëtu agjerimin e tij. Ama kush e përzin agjerimin e tij me përgojim edhe gënjeshtër, atër ai e ka dëmtu agjerimin e tij. Dhe Ebu Aliye që gjithashtu njëri për ulemave të tefsirin, nxënësi ibn Abbasit radiallahu anhu, theke as-saimu fi ibadetin ma lam yaghtab. Agjëruesi gjatë gjithë kohës së agjërimit është një ibadet. Prej 4:27 minuta sot në imsak, e deri në 5:32 minuta sa është sot iftari, do thot 13 orë e disa minuta jenë në ibadet, këtë ato orë edhe minuta, nëse e ke rujt vetën nga gibeti. Momentin që ti bën e gibet, e ndërpreve atë ibadet. E kuptoni vëllazëni sa humbim na nga mos kujdesi për gjuhën tonë? Na shpesh e mendojmë pa i laf pes ka gale, zotën nuk shkon koha ndryshe përveç se të bo laf e muhabet. Po lafi edhe muhabeti nëse është në kufit e të lejumes nuk prish pun, ama nëse kalon haram, vallahi dëmton, e humb. Muadh ibn Gjebeli radiallahu anhu i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, e muakhadhuna bima natakallemu bihi, a do japim llogari për atë që flasim me gjuhën tonë? Se kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi detyrat e Islamit, e tha Muadhi, këto kanë në shumë, ma tregon një më të shkurt, tha amsik alejke hadha, e mori gjuhën për e kapi me dorë dhe tha ruje gjuhën tonë. Sheikh Abdul Qadir Al-Nauti, Allah i gëzoft me xhenetin Firdaus, kur na shëroi këtë hadith, thekë rrudhë gjuhën. Fjalë popullore që e përdorin të na, rrudhë gjuhën. Gjuha nuk rrudhet. Ama do thot nale, mos e shoh, të folet çka mos. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kapi gjuhën me dorën e vet, tha amsik alejka hadha, kapi gjuhën nale, mos të fole. E gjua e keni pa dhe me desht me kap me dur, e ki fështirë me kap, se rëshet. Ashtu si kurse është fështirë fizikisht me nal, me kap, ashtu është fështirë edhe me nal për muhabetit. Edhe andaj, na duhet me e bot tërbije vetën, vazhdimisht që pak me fol. Ama ajo që folim të këtë zedë në vend, e të këtë vlerë. E Muadhi radiallahu pas e tha, a do të japim llogari dhe para që flasim? E i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hal yukabbu an-nasu ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Po tha, çka mendove Muadh?
Pse kam I hudh Allahu njerëzit me ftyrë, të I tërheq me ftyrë zvarë për toke në xhehenem, përveç se si rezultat I korjes me gjuhën e tyre. Në më kemi hinë xhehenem I poshtrum si rezultat I asoj që ke korë me gjuhën tonë. E quajti fjalën e keqe që e thot njeriu të korme. Edhe kanë herë me të vërtet njerëzit nga pa kujdesi I tyre, kur nisin me I muhabet edhe në fjalë si me korë, I rëzojnë për toke njerëzit. Edhe në fund e rëzon vetë vetën. Në fund xhehenemit Allahu na ruaj. Andaj për këtyre porosive pejgamberike, edhe këtyre fjalëve të ulemave të selefit, I kemi disa këshilla kryesore që dua t'i ndaj me ju si rezume e këtë kësaj që e thash. E para, unë jam agjerueshëm është mekanizëm me të cilin na e shtojmë vetë kontrolin. Njeriu s'ka nevojë me pas kamera në rrugë për me nalë shpejtësinë. Para se me pas safe city kamera, na duhet me pas vetdije se Allahu është ai që na përcjell ato që I themi, edhe ato që I mendojmë, edhe ato që I bëjmë. Këtë. E s'ka nevojë për maqina që I ndreq e I prodhon njeri për na mutut pi maqinave, se na duhet mutut pi Allahut krijuesit ton. Andaj unë jam agjerueshëm, kjo fjali e zgjon tek na këtë mekanizmin e vetë kontrolit. A je vetë, a je me njerës, a je ku t'njofin, as je ku t'njofin, ti e din se Allahu kudo që shkon është me ty dhe të mbikëqyr dhe të kontrolon. Andaj I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebu Dharrit radhiyallahu anhu dhe Muadh ibn Jabalit, ittaqila haythu ma kunt, ki frik Allahun kudo që shkon, se s'ki kujmë shefesh Rabbul Alamin. Kjo është komponenta e parë. E dyta, agjërimi nuk qenë ka vetë abstenimi nga ngrënja edhe pirja, nuk qenë ka vetë lukthi jëtë edhe trupi jëtë me ndje, po edhe ndëgjimi, edhe shikimi, edhe fjala, edhe shqisat tuja duhet me agjëru, nëse duham që agjërimi ton tjetë I plotë. Andaj Gjabir ibn Abdullah radhiyallahu tha, kur t'jesh agjerueshëm, let agjeron edhe dëgjimi, edhe shikimi, edhe gjuha jote. Tash kalon agjerimi nga një projekt I dietës ose rregullimit të ushqimit në një projekt më të madh se ky, në një projekt të rregullimit të akhlakit tan, të sjelljes tande, të komunikimit me shoqërinë tande. E treta, nëse duam të ruajmë agjërimin ton, atëherë duhet të rim në xhami gjatë Ramazanit, po jo në xhami të rim të bëjmë muhabet, siç po ndodh me një pjesë të pleqshve tanë. Pse kjo? Për shkak se na përpara si fëmijë shkojshim me mekteb edhe mësojshim Kur'an. Edhe masëne e lishim Kur'anin masdore, po kur I bëshim do vjet edhe piqeshim, I ktheheshim përsëri Kur'anit dhe e rikthenim leximin e Kur'anit. E tash po ndodh që ai kur ka qenë I vogël s'ka shku në mekteb, e tash I ka bo 5-60 vjet s'din me lexu Kur'an, e kur shkon në xhami s'ka rale e Kur'an me marrë me lezu, me bohatme, ai po rin me shokun e vetë po bën muhabet. Edhe në xhami, nëse ai me shtu se vapin, shpesh herë bën vaki edhe në xhami tunejt, na pasi që s'kemi me lezu Kur'an, ose me bo dhikr, ose me bo dua, e kalim kohën me muhabet, e gjithsesi ai muhabeti na shndrohet në gibet apo muhabet kohët pa vlerë edhe humim se vapin. Andaj të rim xhami të lezu Kur'an, të rim xhami të bo dhikr, të qu salavat, të bo dua. E kështu atër e rujnë vetën nga vepra që e dëmtojnë agjërimin ton. 4.
Agjërimi duhet shihet edhe në sjelljen tonë, pra kemi dinjitet edhe qetësi, ju t'jemi nervoz, e t'egër, pse vlla lene se ka zonë Ramazani. Nuk i ka hije besimtarit në Ramazan me kon arrogant, me kon nervoz, me kon i nxitueshëm. Përkundazi në Ramazan duhet mu pa pjekuria e tij, sjellja e butë e tij, zemërgjërsia e tij, falja e tij. Fjalët që i themi t'i zaventojmë me gjëra që me to e fitojmë kënaqësinë e Allahut, me fjalë që Allahu i don, ato janë dhikri, përmendja Allahu xhelal. Wadh-dhakirin Allaha kathiran wadh-dhakirat. Atyre që e përmendin shumë Allahun, a'adda lahum, atyre Allahu u përgatiti gradat larta të xhennetit. Andaj mëse me thonë fjalët e tuja, e fjalë që ti inspiron shejtani i mallkum, apo nefsi jot e marrë bisu nefsi jot i keq, ti përmendë Allahun edhe bën dhikr e bën dua dhe ruja agjërimin tan nga çdo sen që e dëmton atë. Largohu pi tubimeve ku ka thash e thëme muhabetet kota, se ato dal nga dal ngrehen edhe të fusin loq, e ti don me dal pastaj mundesh edhe me dal për i përlym ki me dal. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kush e beson Allahun dhe ditën e mbrëm, le të fol fjalë të mira ose le të hesht. S'është kusht me fol, s'është patjetër me fol. Mendoje nëse është fjalë e dobishme mirë thuje, nëse s'ka dobi mos e thuj. 7. Mësoje veten me duru karshit tjetër që sillet keq ndaj teje, apo të ofendon apo të shan. Mos ja kthe me të njëjtën mas. Mos u bën me ra nivelin e tij. Nëse ai është i poshtër, është i ult, është i pasjellshëm, është i pamoralshëm, mos ja lejo vetes me ra nivelin e tij. Rre nivelin e lartë, në cilin nivel të ka ngrit agjërimi, mos lejo me ra nivelin e tij. Ai që të shan, ti mos ja kthe me të shame. Ai që të ofendon, ti mos ja kthe me ofendim. E ka përshkujt Allahu besimtarin e devotshëm ibadur Rahman: idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Kur gjahilat i flasin me ofendim e nënçmim, ky besimtari i thot selam, paqja e Allahu qoftë mbi ty, s'duhen e më ngatru me ty e me ran nivelin tanë. Dhe e 8, e fundit, por jo e fundit nga rëndësia. Sot gibeti është elektronik, është digital, është kibernetik. Sot nuk bëhet gibet vetëm se dy njerëz kur takohen live e hin muhabet e bin gibet. Sot gibeti, ofendimi, rrena, mashtrimi, ma shumë t'i ndodhi në internet, në rrjetet sociale, në shkrimet që i shkruajmë, në lajkat që i japim, në komentet që i shkruajmë. Edhe andaj rinia, ndoshta sot kur shkojsh ti dikun me xhis në shtëpi, ai s'bën muhabet edhe s'bën gibet me ty që je në nod aty, ama rrin telefon, e shkruan, e komenton, e rrena, e mashtrime, e tradhti, e përgojime, e shpifje, bën sa dush. Andaj fatkeqësisht rrjetet sociale, pastaj aplikacionet e shumta që kemi në për telefona, nëse i përdorin për të mirë, s'ka më mirë. Ama fatkeqësisht kush janë ata që i përdorin për mirë, apo sa janë ata që i përdorin për mirë, e sa janë ata që i përdorin për të keqe. Andaj, edhe nëpërmes rrjeteve sociale dhe aplikacioneve të ndryshme që kemi, njeriu ka mundësi me përgoju, ka mundësi me shpif, ka mundësi me rrejt, ka mundësi me dëshmu rrenjshëm, ka mundësi me ofendu, edhe aty duhet me pas kujdes se krejt çka themi, e krejt çka shkruajmë, krejt ajo regjistrohet te Allahu Dhu Xhelal. Ka mundësi dosene i ke shkruajt para 5 viteve, para 10 viteve, rrjetet sociale t'i kujtojnë ato që i ke postu para 5 viteve, para 10 viteve. Po ka dhe gjana tjera që ti krejt i ke haru. Ama te Allahu nuk huqet, nuk hupet asgjë.
krejt çka themi, krejt çka veprojmë, aty i gjemi, thot Allahu Gjelal, ahsahu Allahu wa nasu, ato që ju i keni haru, ato Allahu i ka regjistru, edhe se cili kur darin para ati, para nesh ka me i ekspozu, edhe na të habitun nga ato punt e tona që i kemi boj, i kemi haru, ato të mdoja ndoshta i na mundu mi majt men, po do të vogla i kemi haru të mendu se si t'i harrojmë na, ato kanë më ufshi, e ku t'i shohim kina mu habit, thot Allahu Dhu Gjelal, se kina me thonë, Allahu Dhu Gjelal na udhëzoft, e na përmisoft, e mos na boft, pe kësaj kategorie këti llojit të njerëzve, ma li hadhal kitab, wa uridhu ala rabbike saffa, këtë na, ka me në nxjerë Allahu Dhu Gjelal para madhnisë të ti, reshta, edhe ka me nxjerë regjisin e secilit për neve, wa uridhu ala rabbike saffa, edhe ka me nxjerë Allahu regjisin e veprave tona, e kur shohim na, se krejt punët tona janë të regjistruar të mëdhaja edhe të vogla, kena me thonë ma li hadha al-kitab, çka pas ka ky regjistër, ky libër, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, krejt që kena bo na, të mëdhajat po se po edhe ato të voglat i pas ka regjistru, po wajadu ma amilu hadira, krejt që kanë punu, aty para vetës kanë mi pa të ekspozume, të regjistrume, e të habitun kanë me thonë që kanë a kjo punë kështu. Andaj, nëse duam që këtë moment kalim mirë, e të shpëtojmë, sot ruje gjuhën tonë prej gibetit, ruje gjuhën tonë prej rrenës, ruje gjuhën tonë prej shpifjes, ofendimit, sharjes, si janë mëkate që shumë kush i për neve i mendon që janë të vogla, por të Allahu janë të mëdha, tahsabuhu hayyinan wa huwa inda Allahi adhim, ju i llogaritni se janë të vogla, por te Allahu janë të mëdha. Këtë ajet në surën Nur, Allahu Dhu Gjelal ka përmend për ata njerëz që shpifën për nderin e Aishës radhiyallahu anha. Laf koje. E u tha Allahu atyve, tahsabuhu hayyinan, ju e mendoni se është e lehtë, wa inda Allahi adhim, por te Allahu është e madhe. Andaj vëllazën, nëse duam që agjërimi jon tjetë i plot, ta rudhim gjuhën tonë, ta nalim gjuhën tonë, të mos themi fjalë që e idhrojnë Allahun Dhu Gjelal, e të mos themi sharje, ofendime, përgojime, shpifje, të cilat na e paksojnë shpërblimin e agjërimit, na e dobësojnë atë, madje edhe na e rrezikojnë, e mos bëhemi si ata që mlodhemi punojmë, e kur shkojmë te Allahu nuk gjejmë asgjë pi veprave tona, se i kemi djeg me fjalët e tona, amilatun nasiba tasla naran hamia, punojnë e lodhen me punë të mira të bën dunjë, por i djegin me gjunahet e veta, me gabimet e veta, e pastaj nëse me shkon në xhenet, thot Allahu, tasla naran hamia, do të digjen në zjarmin e nxehtë të xhenemit. Allahu na udhëzoft, e na fal, e na përmisoft, e inshallah taala në këtë Ramazan e bëjmë për objektivave tona, ta ruajmë gjuhën tonë nga harami, ashtu sikur se e ruajmë trupin tonë nga halali, pse kemi haram në Ramazan. E Allahu na fal, e na mëshiroft, adhurimet tona i pranoft, e na nxjerr para Allahut faqebardh me regjistrat e mbushur me vepra të mira, e të shlyera mëkatet tona. Walhamdulillahi rabbil alamin.